apo detyrimet që i kemi karshi njëri tjetrit. Dhe një prej tyne pra është vizita e të smurve. Vizita e të smurve. Dhe përmendëm javën e kaluar, se si pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka këshilluar, na ka mësuar që ta vizitojmë të smurin, apo të vizitojmë të smurët, dhe atë disa herë. Se me vizitu një herë është letë, dhe ndoshta këto se cili prej nesh mundet me bo. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, wa idha marida fa'udhu, që me përkthy shqipi bjen dhe kur të smuret, me i shkue her pas herë. Nuk ka thonë me vizitu, se me vizitu një herë është fezurhu. Edhe na e dim që zjaret do me thonë, është vizit. Mirë po, me i shkue her pas herë, me vizitu atë të smurin. Dhe, kur të shkojmë tek i smuri, për me vizitue, janë disa rregullat të nderuar vëllezër besimtar. E para prej tyne, vizita jonë bëhet për çka? Për hir të Allahut, fi sebilillah. Për hir të Allahut, joruna Zot me pas ndaj qëllim për emena, për autoriteta, ku ta diun apo për interes të kësaj bote. Sepse kur po smuren, edhe kur po vdesin pushtetarët, kur po smuren edhe po vdesin të pasurit, apo njerëzit që po kanë autoritet, që po kanë pozit, që po jenë fytyra publike, po njihen, shumica po interesohet me shku me i vizitue. Sepse është aty një interesit dynjas, është një interesit dynjas, nëse është i smur, ai pushtetari, apo i pasuri, apo njeriu që ka pozit me autoritet, me përfitu na mas shërimit të tij, me përfitu prej tij, këto është qëllimi. Edhe nëse vdes, me na pa ata që jenë rreth ati njeriu të pasur, apo ati njeriu që është me autoritet, me pozit e kështu me radhë. Pra e para për rregulla është vizita me u bë për hir të Allahut, për hatër të Zotit, me arrit kënaqësinë jo të njerëzve, jo të tjerëve, po me arrit kënaqësinë e Allahut. Tjetër, me pas kujdes, me i vizitue edhe ata të cilët një farforme kanë me të anashkalum, apo kanë me të injorum, apo kanë me të përbuzun prej shtetit, prej pushtetit, edhe prej kujt, edhe prej masës së gjerë të besimtarëve, kanë me të anash. E treta, du të me pas parasysh, kur të shkojmë tek i smuri, me shku në kohë të përshtatshme. Me shku në kohë të përshtatshme kur i përshtatët të smurit. Përpara ka qenë ma vështirë, tash është ma letë, sepse janë telefonat. Edhe e thirr dikon prej familjarëve, edhe e pyet çysh e ka babën, apo kanë ka të smur, apo vllavën, apo axhen, edhe e pyet kur është koha e përshtatshme për vizitë. Nëse është në spital, keni pak parasysh se jena besimtar musliman, respektoni rregullat, çysh shkohet në ora 9 mëngjesit kur është vizita aty, janë ata profesorët universitar, e janë ata specialistat, e janë studentat e ku ta dione, të i bo kontrollat, ta shkojnë i madhi vogël, dojnë me hy atje. Tjetra, kur shkojmë të i smuri, rregulli tjetër është me ndajt sa ma pak. Edhe biseda sa ma pak. Dhe dikosha mos me fol iq, me fol që ato që na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. E viziton të smurin, bën doa për ta. Bën doa për ta. Pej dove që na i ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur shkojmë tek të smurët është me thonë la bes, tahurun insha Allah. Nuk ka gjatë, do me thonë, nuk ka diçka smundje e ranë, nashta është edhe e ranë, po t'i kështu, do me thonë, pak e zvoglan ato, edhe i thua s'ka gjatë insha Allah, ka luë se është kja, edhe pastrim insha Allah, pastrim për i qkafit, pastrim për i gjunaheve është smundja, pa fije dyshimi. Pastrim prej kujt? Pastrim prej gjunaheve. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që tregon Aisha radhiyallahu anha, thot Aisha se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka shkuar me vizitue ndonjë të smur, ose kur ja kanë sill ndonjë të smur pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ka shkuar me vizitue ndonjë të smur, ose ja kanë sill ndonjë të smur, pejgamberi alayhi salatu wassalam
ka bo doa për të edhe ka thonë edhe hibil bes, rabben nas, kaleja këtë smundje, kaleja këtë shqetsim, këtë mundim, o Zoti njerëzimit. U eshfi ente shafi edhe shëraje, shëraje me shërim të plot se ti e shëruesi absolut. La shifa illa shifauk, nuk ka shërim tjetër përveç shërimit tënë. Shifaan la yugadiru saqama, me shërim që nuk e përcjellin pasoja, do me thonë shëraja o Zot me shërim të plot, pa pasoja, pa lon pasoja ajo smundja. Andaj kur jemi tek shërimi, asnjëherë mos e lidhni shërimin me njerëz, me krijesa. Çdo herë shërimi është i lidhur ngushtë me krijuesin, me Allahun e madhruar. Ai është shëruesi absolut. Andaj pra këtë do që na tregon Aisha radhiyallahu anha, kur është smut dikush që ka shku pejgamberi alayhis salatu wassalam me vizitu, ja ka thonë këtë do, po ka ndodhur që ja kanë pru një të smur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ja ka lexuar që do. Tjetër të nderuar vëllezër, e vlera me bo do është e madhe. Vlera për me bo do për të smurët është e madhe, se ndoshta ti bëhesh sebeb, ti bëhesh shkaktar e që Allahu e pranon doën lutjen tonë dhe e shëron ato. Pra keni parasysh, nuk është mjeku që të shëron, nuk është psikologu që të shëron, nuk është psikiatri që të shëron, nuk është hoxha që të shëron, nuk është prindi që të shëron, po është Allahu që të shëron. Ai është e shafi, shëruesi absolut. Mirë po ai shëruesi absolut i kalon sebepet, i kalon shkaqet. Dhe nëse ata që punojnë me diagnostifikimin e smundjes e qëllojnë shkakun sebepin, e qëllojnë ilaçin, Allahu të shëron. Nëse se qëllojnë, nuk janë sinqert punën e tyre, ka me të gjatë ndoshta sprova jote. Dhe në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: ma min abdin muslimin yaudu maridan lam yahdhur ajaluhu fa yaqulu 7 marrat. Po thot, nuk ka ndonjë të smur, nuk ka ndonjë smur musliman që ti e viziton, edhe ai nuk e ka e gjelin, nuk e ka dekën, edhe ti në prezencën e ti 7 herë i thue një doa tjetër: es'alullah al-azim rabbal arsh al-azim ay yashfiyak. E lut Allahun e madhruar, Zotin e arshit të madh, Zotin e arshit të madh, që të shëroj ty. 7 herë këtë mi a thonë. Qishtë në original është mirë shumë, po edhe në gjuhën amtare është shumë mirë. Pra 7 herë mi a thonë ati të smurit: e lus Allahun e madhruar, Zotin e arshit të madh, që të shëroj ty. Nëse se ka deken, ti i sinqert këtë doa lutje, ka me u shëru me lejen e Allahut. Andaj, bëni doa të smurit, këto që i përmenu, këto 3 doa, ka dhe të ngjajshme, ose luteni Allahun gjuhën shqipe. Andaj e lusë Allahun e madhruar që të na mundson neve edhe juve me bo doa për njëri tjetrin sa ma shumë, e sidomos për të smurët tanë. Allahu i shëroft dhe i forcoft dhe i ktheft në mesin tonë ata që janë nëpër spitale, ata që janë këtu në xhamat, inshallah Allah ja u lehtëson, edhe i pastron, se smundja nuk vjen me të këqija, vetëm se me të mira. Se para se gjithash e mira e madhe është se të pastron Zoti, sa zot smundja, gripi.